Keni den se sa maturant kanë mbritur në Panajir gjatë 2 ditëve dhe qëndronin ke profesori me dëshirën ja tani po fillon kafeja të shpërndaje. Ja, duket kafeja. Që ka kafe mirë. Duket, po, kemi këshu, princ kafe. Qëndronin ke stenda e Universitetit Polis që profesor Daviti t'i bënde një portret dhe shkonin të gëzuar me atë portretin dhe profesori, sa portrete ke bërë atë ditë? S'mbaj mënd, 20, besoj, ditë e parë vetëm 20. Kam parë shumë, me kafe s'kisha parë në njerë. Profesor, a zbulove ndonjë talent aty për grafik design ato ditë në Panajir? Kishte, në thëmë drejtën. Që donin të vazhdonin si tek, se nuk diskutohet. Paktën të ketë vazhdimësi. Sa interesante flok të Orneles që nga si kafe. Po, ja, tani po duket. Unë i kam thënë Orneles. Ju pëlqen? Po. Ky është portreti 2 që po më bën profesor Davidi. Shumë interesant me kafe. Unë të thash pak dhe atë ditën në Panajir. Bashorti ime ka bërë me boj Michael Jacksonin. Po, ma the, po e vërtet. Dhe tani që të shikoj ty që së të bëhen duart pis, kush e di si duhen bërë duart ati. Me bojnë e këpucve. Por që arti është i bukur gjithmonë. Gjithmonë. Dhe sa mirë, një thirrje, Erion Kristo të lutem, bëj një thirrje të gjithë të rinjve, që... E thirrjen e kam dhe e kam time, nuk kam nevoj që ta marrë borxh. Thirrja është kjo. Jeta më e bukur që mund të bëj njeriu është jeta me art dhe kulturë. Pra nëse lundroni në art dhe në kulturë, kjo është jeta më e madhe. Ka njerëz që lundrojnë në para, ka njerëz që lundrojnë në pushtet, ka njerëz që lundrojnë në krim, ka lloj-lloj. Por nuk janë jetë të bukura ato. Nuk janë të bukura. E bukura është arti. Nëse doni. Dhe unë dua dhe një mesazh nga ndërkohë që portreti im thahet, të mbaroj, ja, mund të ja tregoj pa kamerës, Përfundimi s'ka fund, por unë mendoj që e bëra me shpirt dhe me zemër. Shiko që mrekullia, ja të dalë këtu për para. Moj sa bukur ka dalë. Në rodhi pa kafja. Po, të lutë. Jo, pritë se duhet lënë të thahet pak. Jo, ideja është kështu që është portreti vetëm që dhe mund t'a pish. Po, është portreti qastit. Po. Mirë, undën ma pas ke bërë të vogël. Po jo, po është e madhe unda. Ashtu e diskutuam, po. Po, i lam ta zvoglojmë qikundën. Ndërkohë që profesori po vazhdon, unë po kam edhe një thirrje timen, që duhet ta thosha atë emisioni tjetër, por ti me atë ma preve kokën direkt, të thosha kështu. Sa herë që sofistikohet ignoranca, aq më shumë duhet të sofistikohet dia që ti bëj ballë. Bravo. Se do ta thosha këtë. Dhe e dyta, ndërkohë që profesori me një shpejtësi kozmike siç e karakterizon, unë do thosha kështu, nëse doni të jetoni një jetë të qetë dhe të lumtur, 1/3 e jetës kalohet në krevat. Dhe nëse doni ta kaloni 1/3 e jetës në mënyrë të lumtur, një vrap të Dorelani me 50% ulje deri në 29 mars, bini çfarë të doni, ka 3 pika, vërsuluni dhe po si pëlqyet mund t'i ndroni, ë? Po, e vërtet, po mund t'i ktheni. Mirë, unë dua dhe një mesazh të fundit nga profesori. Ja dali se po më bën çik me syzet. Davidi. Sa inat që do mbaroj tani këtë emision. Profesor Davidi, jo, po çka se profesori do vazhdoj. Ua, si të ka bërë syt mo Erion. Si maçok ti ka bërë si maçok. Si maçok iri. Ajo faktikisht, ajo është pjesa që të karakterizon më së shumë të ty. Sy gërdoq do ta... Pra, edhe një thirrje për të gjithë. Ktheni vëmendjen drejt artit, drejt grafikës, drejt filmit vizatimor, sepse kush e ka talent duhet